Komuna e Çajirit e ka projektin, ndërsa këtë vit pritet rikonstruimi i plotit rrugës Maksut Sadik në lagjen Tophan, rrugë e cila është një ndër rrugët më të frekuentuara në këtë komunë. Kreu i komunës së Çajirit, Visar Ganiu, në një prononcim për televizionin Shenja, ka thënë se me projektin e përgatitur, komuna ka aplikuar në thyrjen e dytë të qeverisë për mbështetje të komunave dhe pas aprovimit pritet edhe të fillojë me punë. Ne kemi pa të arsyeshme, kemi bë projektin, kemi kaluar gjitha procedurat që duhet në komunë, pastaj do thot me thirrjen e dytë të qeverisë nga do thot kredia që ishte e marrë për të ndihmë të komunave, kemi aplikuar, është bërë evaluimin në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve, e cila është përgjegjëse për investimet në infrastrukturën rrugore. Tash presim që ky vendim të kalon në qeveri, kështu që është para pa kjo rrugë dhe këtë vit do të rekonstruohet dhe shuma totale e kësaj rrugës është në euro 221.000 euro. Edhe kësaj here, Ganiu e akuzoi Arsovskun për neglizhencë dhe mosveprim, tha se deri më tani kanë pritur që këtë rrugë ta rikonstruon ndërmarrja publike e qytetit të Shkupit dhe Rrugë dhe Rrugica. Ne kemi pritur gjatë kohë, domethënë që ndërmarrja rrugët dhe rrugicat e qytetit të Shkupit të intervenon, por ju e dini që asnjë investim zero për këto 4 vite qyteti i Shkupit tek ne në Çajir. Televizioni Shenja ditën e djeshme vizitoi rrugën në fjalë. Ankesat e banorëve ishin se në këtë rrugë nuk është investuar mbi 20 vite dhe se politikanët premtojnë vetëm kur vijnë zgjedhjet. Përveç rrugës, problemi është edhe me ndriçimin publik.